Esmeralda Kazia është pallur gruaja e vitit në sigurinë kibernetike 2026. Ekspertja shqiptare e sigurisë kibernetike Esmeralda Kazia është pallur gruaja e vitit për sigurinë kibernetike 2026, u bërë shqiptarja e parë që merr këtë vlerësim ndërkombëtar. Kazia u nderua gjatë një ceremonie ndërkombëtare të organizuar nga United Cyber Security Alliance në Austri, ku morën pjesë profesionistë të sigurisë kibernetike, përfaqësues institucionesh akademik dhe ekspertë të teknologjisë nga vende të ndryshme të botës. Ajo mban pozitën e drejtoreshës së teknologjisë për teknologjitë operacionale OT, sistemet e kontrollit industrial ICS, automatizimit për korporatën elektroenergjetike shqiptare, ku angazhohet në mbrojtjen e infrastrukturës kritike energjetike. Më shumë se 24 përvojë në fushën e sigurisë kibernetike, Kazia ka shërbyer më herët në pozita në Autoritetin Kombëtar për Sigurinë Kibernetike të Shqipërisë, duke kontribuar në mbrojtjen e sistemeve digjitale. Pas marrjes së çmimit, Kazia tha se ky vlerësim përfaqëson një përgjegjësi të madhe. Siguria kibernetike ka të bëjë me mbrojtjen e teknologjisë, ajo ka të bëjë me mbrojtjen e besimit, tha ajo.